Data 5 maj. Numrat. Kapitulli 12. Mirjami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën ishte martuar. Në fakt, ai ishte martuar me një grua etiopase. Dhe i thanë: Mos vallëzoti ka folur vetëm me anë të Mojsiut? A nuk ka folur ai edhe nëpërmjet nesh? Dhe Zoti dëgjoi. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e dheut. Zoti u tha me njëherë Mojsiut, Aronit dhe Mirjamit: Ju të tre dilni dhe shkoni në çadrën e mbledhjes. Kështu ata të tre dolën. Atëherë Zoti zbriti në një kolon reje, u ndal në hyrjen e çadrës dhe thirrri Aronin dhe Mirjamin, që të dy i erdhën përpara. Pastaj Zoti tha: Dëgjoni tani fjalët e mia. Nëse ka një profet midis jush, unë, Zoti i bëhem i njohur atij në vegim, flas me të në ëndër. Por nuk veproj kështu me shërbëtorin tim Mojsi, që është besnik në tërë shtëpinë time. Me të, unë flas sy për sy, duke bërë që ai të më shohë, dhe jo me shprehje të errta, dhe ai sot ditë dukjen e Zotit. Pse nuk keni pasur frikë të flisni kundër shërbëtorit tim, kundër Mojsiut? Kështu zemërimi i Zotit u ndez kundër tyre, pastaj ai u largua. Kur reja u tërhoq nga pjesa e sipërme e çadrës, Mirjami ishte bërë lebroze e bardhë si bora. Aroni e shikoi Mirjamin dhe ja, ajo ishte lebroze. Aroni tha Mojsiut: O Zoti im, mos na ngarko me fajin që kemi kryer nga budallallëku dhe mëkatin që kemi bërë. Mos lejo që ajo të jetë si një e vdekur, mishi i së cilës është gjysmë i konsumuar kur del nga barku i nënës së saj. Kështu Mojsiu i thirrri Zotit duke i thënë: Shëroj o Perëndi, të lutem. Atëherë Zoti u përgjigj Mojsiut: Po ta kishte përshtyr jati në fytyrë, nuk do të ishte ndofta e turpëruar 7 ditë? Izolojeni pra jashtë kampit 7 ditë, pastaj pranojeni përsëri. Mirjamin e izoluan jashtë kampit për 7 ditë, dhe populli nuk e filloi marshimin e tij derisa Mirjami të ripranohej në kamp. Pastaj populli u nis nga Hacerothi dhe ngriti kampin e tij në Paran. Numrat. Kapitulli 13. Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: Dërgo njerëz të këshyrin vendin e Kanaanit, që unë po uaja bijve të Izraelit. Do të dërgoni një nga çdo fis i etërve të tyre, të gjithë të jenë nga princat e tyre. Kështu Mojsiu i nisi nga shkretëtira e Paranit sipas urdhrit të Zotit. Të gjithë këta ishin krerë të bijve të Izraelit. Këta ishin emrat e tyre: Shamua, biri i Zakurit, për fisin e Rubenit; Shafati, i biri i Horit, për fisin e Simeonit; Kalebi, bir i Jefunehut, për fisin e Judës; Igali, bir i Jozefit, për fisin e Isakarit; Hoshea, bir i Nunit, për fisin e Efraimit; Palti, bir i Rafut, për fisin e Benjaminit; Gadieli, bir i Sodit, për fisin e Zabulonit; Gadi, bir i Susit, për fisin e Jozefit, do me thënë për fisin e Manasit; Amieli, bir i Gemalit, për fisin e Danit; Seturi, bir i Mikaelit, për fisin e Asherit; Nahbi, bir i Vofsit, për fisin e Neftalit; Geueli, bir i Makit, për fisin e Gadit. Këta janë emrat e personave që Mojsiu dërgoi për të vëzhguar vendin. Mojsiu i vuri Hosheas, birit të Nunit, emrin Jozue. Mojsiu pra i dërgoi për të vëzhguar vendin e Kanaanit dhe u tha atyre: Ngjituni që këtej në Negev dhe pastaj në krahinën malore, për të parë si është vendi, në qoftë se populli që banon aty është i fortë apo i dobët, pak në numër apo i shumët, si është vendi ku banon, i mirë apo i keq, si janë qytetet në të cilat jeton, a ka kampe ose vende të fortifikuara, dhe si është toka, pjellore apo e varfër, në rast se ka pemë ose jo. Bëhuni trima dhe sillni frytet nga ky vend. Ishte koha kur kishte filluar të piqej rrushi. Ata u ngjitën pra dhe vëzhguan vendin e Cinit deri në Rehob, duke hyrë në të nga ana e Hamathit. U ngjitën përmes Negevit dhe shkuan deri në Hebron, ku ishin Ahimani, Sheshai dhe Talmai, pasardhës të Anakut. Hebronin e kishin ndërtuar 7 vjet para Coanit në Egjipt. Arritën pastaj deri në luginën e Eshkolit, ku prej një deg me një vile rrushi që e mbanin 2 vet me një portek dhe morën gjithashtu sheg dhe fiq. Ky vend u quajt lugina e Eshkolit për shkak të viles së rrushit që bijtë e Izraelit pren aty.
Mbas 40 ditësh, ata u kthyen nga vëzhgimi i vendit dhe shkuan të takojnë Mojsiun, Aronin dhe tërë asamblenë e bijve të Izraelit në shkretëtirën e Paranit, në Kadesh. Para tyre dhe tërë asamblesë paraqitej një raport dhe u treguan pemët e vendit. Kështu para tij raportuan duke thënë: Ne arritëm në vendin ku na dërgove. Aty rrjedh me të vërtetë shumësh dhe mjalt dhe këto janë pemët e tij. Por populli që banon në këtë vend është i fortë, qytetet janë të fortifikuara dhe shumë të mëdha, dhe aty pam edhe pasardhësit e Anakut. Amalekitët banojnë në krahinën e Negevit, Hitejt, Gebusejt dhe Amorejt banojnë përkundrazi në krahinën malore, ndërsa Kananejt banojnë pranë detit dhe gjatë Jordanit. Atëherë Kalebi e qetësoi popullin që murmuriste kundër Mojsiut dhe tha: Le të ngjitemi menjëherë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri. Por njerëzit që kishin shkuar me të thanë: Nuk mund të sulemi kundër këtij populli sepse është më i fortë se ne. Kështu i paraqitej një informacion të keq për vendin që kishin vëzhguar, duke thënë: Vendi që kemi përshkruar për ta vëzhguar është një vend që i ha banorët e tij, dhe të gjithë njerëzit që kemi parë në të janë njerëz me shtat të lartë. Përveç kësaj, aty pam gjigant, pasardhësit e Anakut rrjedhin nga gjigantët, përballë të cilëve na dukej se ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre. Psalmi 49. Dëgjoni gjithë ju o popull. Vini veshin o banor të botës. Qofshin njerëz të popullit dhe fisnik, të pasur dhe të varfër tokë. Nga goja ime do të dalin fjalë diturie dhe kredhja në mendime e zemrës time do të sjellë mirëkuptim. Unë do ta ndjek një proverb, do ta paraqes enigmën time me harp. Pse duhet të kem frikë nga ditët e fatkeqësisë, kur më rrethon ligësia e kundërshtarëve të mi, ata që kanë besim në pasuritë e tyre dhe mburren me bollëkun e pasurisë së tyre. Asnjëri nuk mund të shpengojë kurse si vëllain e tij, as t'i jap Perëndis çmimin e shpengimit të tij, sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i shtrenjtë dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë për të bërë që ai të jetojë për jetë dhe të mos shohë gropën. Në fakt, të gjithë shohin që njerëzit e urtë vdesin dhe që po në atë mënyrë vdesin njerëzit e pamend, a mendje shkurtër, duke u lënë të tjerëve pasuritë e tyre. Me mendjen e tyre ata pandehin se shtëpitë e tyre do të qëndrojnë përgjithënjë, që banesat e tyre janë të përjetshme, dhe kështu u vën tokave emrin e tyre. Megjithatë edhe njeriu që jeton në mes të pasurive nuk e ka të gjatë. Ai është një lloj si kafshët që mbarojnë. Kjo është sjellja e njerëzve pamend dhe e atyre që u shkojnë dhe miratojnë fjalimet e tyre. Shtyhen si dele në drejtim të Sheolit. Vdekja do t'i përpijë dhe në mëngjes njerëzit e drejtë do të sundojnë mbi ta. Luksi i tyre do të marrë fund në Sheol, larg banesës së tyre. Por Perëndia im do ta shpengoj shpirtin tim nga pushteti i Sheolit, sepse ai do të më pranojë. Mos ki frikë kur dikush pasurohet, kur lavdia e shtëpisë së tij rritet, sepse kur do të vdes nuk do të marrë asgjë me vete. Lavdia e tij nuk do të zbresë pas tij. Edhe nëse në jetë ndjente veten të lumtur, në fakt njerëzia të lavdëron kur pasurohesh, ai do të arrijë brezin e etërve të tij që nuk do ta shohin kurrë më dritën. Njeriu që jeton në mes të pasurive, pa pasur gjykim, është një lloj si kafshë që zhduken. Isaia, kapitulli 2. Fjala që Isaia, biri i Amotsit, pati si vegim lidhur me Judën dhe Jeruzalemin. Në ditët e fundit do të ndodhë që mali ku ndodhet shtëpia e Zotit do të vendoset në majën e maleve dhe do të ngrihet mbi disa kodra, dhe këtu do të vërshojnë tërë kombet. Shumë popull do të vinë duke thënë: Ejani të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij. Sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Ai do të sigurojë drejtësi midis kombeve dhe do të qortojë shumë popull. Do t'i farkëtojnë shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe heshtat e tyre në draprinj. Një komb nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk do të mësojnë më luftën. O shtëpia e Jakobit, ejani dhe të ecim në dritën e Zotit. Sepse ti o Zot e ke braktisur popullin tënd, shtëpinë e Jakobit, sepse janë plot me praktika lindore, ushtrojnë magjin si filistejt, lidhin aleanca me bitet të huajve. Vendi i tyre është plot me argjend dhe me ar, dhe thesaret e tyre nuk kanë fund. Vendi i tyre është plot me kuaj dhe qerret e tyre s'kan të sosur. Vendi i tyre është plot me idhuj,
bien përmbys përpara veprës së vet duarve të tyre, përpara atyre gjërave që kanë bërë gishtat e tyre. Prandaj njeriu i zakonshëm për ulet dhe njeriu i shquar ulet, por ti nuk i fal. Hyr në shkëmb dhe fshihu në pluhur përpara tmerrit të Zotit dhe përpara shkëlqimit të madhërisë së tij. Vështrimi krenar i njeriu do të ulet dhe krenaria e vdekatarëve do të përulet, vetëm Zoti do të lartësohet atë ditë. Sepse dita e Zotit të ushtrive do të vijë kundër çdo gjëje krenare dhe kryelart dhe kundër çdo gjëje që ngrihet për ta ulur, kundër gjithë kedrave të Libanit, të lartë dhe të ngritur dhe kundër gjithë lisave të Bashanit, kundër të gjitha maleve të larta dhe kodrave të larta, kundër çdo kulle shumë të lartë dhe kundër çdo muri të fortifikuar, kundër gjitha anijeve të Tarshishit dhe kundër të gjitha gjërave të këndshme. Kryelartësia e njeriu do të ulet dhe krenaria e njerëzve të shquar do të përulet, vetëm Zoti do të lartësohet atë ditë. Idhujt do të biqen plotësisht. Njerëzit do të hyjnë në shpellat e shkëmbive dhe në guvat e tokës përpara tmerrit të Zotit dhe shkëlqimit të madhërisë së tij, kur do të ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. Në këtë ditë, njerëzit do t'u hedhin minjve dhe lakurishve të natës idhujt e tyre prej argjendi dhe idhujt e tyre prej ari që i kanë bërë për t'i adhuruar, për të futur në të qarat e shkëmbimve dhe në greminat e krepave para tmerrit të Zotit dhe shkëlqimit të madhërisë së tij, kur do të ngrihet për ta bërë tokën të dridhet. Mos keni më besim të njeri, në flegrat e të cilit nuk ka vetëse një frym, si mund të mbështetesh te ai. Hebrejve, kapitulli 10. Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që kanë për të ardhur dhe jo shëmbëllimin vetë të gjërave, nuk mundet kurrë që t'i bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndis me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. Sepse për ndryshe do të kishin pushuar së ofruari, sepse ata që e kryen shërbesin hyjnore, si të pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më asnjë vetdije për mëkatet? Por në këto flijime përtërihet çdo vit kujtimi i mëkateve. Sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cepëve të heqë mëkatet. Prandaj, duke hyrë në botë ai thot: Ti nuk desha as flijim as blat, po bëre gati për mua një trup. Ti nuk pëlqeva as holokauste as flijime për mëkatin. Atëherë unë thash: Ja, unë po vi në rrotullin e librit të shkruar për mua, për të bërë o Perëndi vullnetin tënd. Mbasi tha: Ti nuk desha as flijim as blat as holokauste as flijime për mëkatin që të blatohen sipas ligjit, ai shtoi: Ja, unë po vi për të bërë o Perëndi vullnetin tënd. Ai heq të parën që të vërë të dytën. Prej këtij vullneti ne jemi shenjtëruar me anë të blatës së trupit të Jezu Krishtit, një herë e përgjithmonë. Dhe ndërsa çdo prift të ripërdit në këmbë duke shërbyer dhe duke blatuar shpesh herë të njëjtat flijime që nuk mund të heqin kurrë mëkatet, ai përkundrazi, pasi dha për gjithnjë një flijim të vetëm për mëkatet, ul në të djathtë të Perëndis, duke pritur pas këtij që armiqtë e tij t'i vihen si stol për këmbët e tij. Sepse me një ofertë vetme ai bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen. Por edhe fryma e shenjtë na e dëshmon, sepse mbasi pati thënë më parë: Kjo është beslidhja që unë do të bëj me ata pas atyre ditëve, thot Zoti, unë do t'u jap ligjet e mia në zemrat e tyre dhe do t'i shkruaj në mendjet e tyre. Shtoj, dhe nuk do t'i kujtoj më mëkatet e tyre dhe pallësitë e tyre. Por atje ku ka ndjes të këtyre gjërave, nuk ka më ofertë për mëkatin. Duke pasur pra, o vëllezër, guxim për të hyrë në shenjtërore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhë të re dhe të gjallë, që ai përoroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të tij, edhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndis, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, në siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të spërkatura, do me thënë të pastruara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të pastër. Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës son, sepse besnik është ai që premtoi. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr dorë nga të mbledhurit tonë sikur se kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Sepse, në qoftë se ne mëkatojmë me dashje mbasi kemi marrë dienitë të vërtetës, nuk mbetet më asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqje e tmerrshme dhe një e ndezur zjarri që do të përpijë kundërshtarët. Kushdo që hedh poshtë ligjin e Mojsiut, vritet pa mëshirë në bazë të 2 ose 3 dëshmitarëve. Çdo nim më të keq meriton sipas mendimit tuaj
ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndis dhe e ka konsideruar profan gjakun e beslidhjes me të cilin u shenjtërua dhe ka thyer frymën e hirit? Sepse e njohim atë që ka thënë, hakmarrjan përket mua, unë do të shpaguaj, thot Zoti, dhe përsëri, Zoti do të gjykoj popullin e tij. E tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Sillni ndërmend ditët e mëparshme, në të cilat pasi u ndriçuat keni duruar një luftë të madhe vuajtjesh, herë duke u bërë objekt fyerjesh dhe shtrëngimesh, herë duke u bërë pjesëtar me ata që trajtoheshin në këtë mënyrë. Sepse patët dhëmshuri për mua, për prangat e mia, dhe keni pranuar me gëzim rrëmbimin e kamjes suaj, duke ditur se keni për veten tuaj një kamje më të mirë e të qëndrueshme në qiell. Mos e hidhni tej guximin tuaj, që ka një shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për durim, që mbasi të bëni vullnetin e Perëndis, të merrni gjërat e premtuara. Edhe vetëm pak kohë, edhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonoj, dhe i drejti do të jetojë prej besimit, por në qoftë se ndokush tërhiqet prapa, shpirti im nuk do të gjej pëlqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa për humbje, por nga ata që besojnë për shpëtimin e shpirtit.